Megjithse deri tani është një pikë doganore modeste krahasuar me pikat e mëdha doganore, ajo e Blatës në Dibër ka nisur të jetë e preferuar për hyrjen e shtetasve të huaj. Kështu vetëm në 24 orët e fundit nga kjo pikë doganore kanë hyrë në vendin tonë 1141 shtetas të huaj, ndërsa kanë dalë prej saj 904 shtetas. Sa kaq, shtetas shqiptar që kanë përdorur këtë pikë doganore për të hyrë në shtetin fqinj të Maqedonisë së Veriut në 24 orët të fundit kanë qenë 1379 shtetas, ndërsa ata që kanë hyrë në vendin tonë 1412 shtetas. Edhe numri automjeteve ka qenë relativisht i lartë për kapacitetin e kësaj dogane. 2406 automjete kanë hyrë dhe kanë dalë nga vendi ynë nëpërmjet pikës doganore të Blatës në Dibër gjatë 24 orëve të fundit. Autoritetet thonë se numri është më i ulët për periudhën në të cilën ndodhemi, ndërsa pritet që fluksi të rritet gjatë muajit korrik dhe gusht, ku qytetarët i drejtohen Bregdetit të Shqipërisë. Në doganën e Blatës në Dibër ka nisur puna për shtimin e një kursie për makina, ndërsa pritet që kjo të pasojë edhe me shtimin e sporteleve.